Erdhëm ke pjesa e dytë. Te pjesa para shpërthyese. Apo shpërthyese. Ne shohim gjatë rrugës. Ne shohim gjatë rrugës. Tani, Jul, ne kena dhe i dhurat tjetër shumë speciale. Te ke ka mos t'i qarti. Domethënë për gjitha ato gjëra të bukura nuk kemi të lame me ty që ke bo. Dhe është i dhurat super speciale. Kolegi dashur se ti asiston shumë o vëllaj. Unë për këtë punë të lutem për gogun. Përdoni këtë grise tjetrën e hap me tërë. Shuna, faleminderit. Shkyje për shefin tash. Sa bukur që nga me qoni ftuar. Merr këtë dhurata. Të keqe. Si po ndihesh? Atë vdesëm. Këtë e gjeta veshësh për shefin tat kur të ta doj zemra, inshallah me hamenjen time i kemi marrë masat mirë. Përpiqemi, pastaj se unë kom shumë kopat pa. Pritja të rregoj kamerës. E pas ka qa, pasha zotin. Unë e kisha pa vetëm dizajn. Po mima ne e bëjmë deri në fund gjën. Një sekond. Ju vazhdoni. Atë kishen ta gëzosh. Ashtu, faleminderit. Ja që ngeni bodhe ju kështu bukur. Atë shifiks kalum dhe ne në performance mode. Po unë jam vetëm kështu këtu vallai. Unë jam i vetmi që jam stonatur këtu. Çfarë do t'i thotë? Pse je dakord ti vish Dragon Ball ti apo edhe ty të kap ky? Po se ka bollë te Naruto për ne. Lutem tash. Kalojmë te ca dublime ikonike të qefshit me çik për qef. Tash dramatizojmë situatën. Jepi, jam shumë me ty. Lale, kushdo që e mam me nga ju, qeni i rrugëve Romeo. Sa i bukur ka qenë. Film fantastik dhe i shqipërum në mënyrë fantastike. Ajo ka qenë perla se teksti domethënë nga anglishtja në shqip ka domethënë tani që i shohim të dyja sot. Ajo është bërë shqip valla, kjo është bërë anglisht siç duhet anglisht, kurse kjo është bërë shqip siç duhet shqip. Pra më është për shtat. Është bërë Tamël. Tashi le Brazin për këtë punë që është mjeshtër. Romeo. Po. Ka pas apo? Po. Romeo shumë i bukur dhe kanë qenë të gjithë këto personazhet ka pas Benderhemi më duket ka pas një ujk. Po. Që kishte frikë atë shefin Charlin që ka bërë Zimrudi, po. Dhe ndërkohë Romeo që dëshirohet me Leilën. Me Leilën. Ai Leila që gjithmonë ja bën kështu. Shumë bukur. Ju prej gjujit skejtët. Mbaj mend vetë që unë atë Lenci dhe më duket se Erion Hinaj. Po. Ka qenë që bënin atë shokët e Romeos. Bënin shokët dhe bënin çuçi. Dhe ajo shko fiks Lenci se majmen. Shumë i bukur. Ka shumë më vetë, ka çu. Ja, po zgjedhin karakteret apo. Shqipërimi pra, këtu ka të bëj. Shqipërimi atëherë ka qenë fantastik. Po u bëte pas përkthimit ishte përshtatja, sepse duhet të vite edhe fraza në gjatësinë e batutës kur ti dubloj edhe. Çdo film u përshtaste. E vërtet. Pra përkthim, përshtatje, pastaj dubloj. Ka pasur edhe procesi pra. I Karagjoz Romeo. Te kush ke pas qef të rije më shumë te këto personazhe, do ku e ke pas dhe më të lehtë, po dhe më qef, le të themi, te këto personazhe kanë qenë pak më shumë dramatik apo te këto komikët? Më pëlqenin të dyja. S'ke pas diferencim. Se kur ka një herë një antagonist që është që nuk bërtet. Tipi Iago. Ato janë bukur këto antagonistët, por mu më ka rastis t'i bëj dhe që ishin Karagjoz dhe serioz dhe është i bukur o vlla, dublimi është i bukur. Është shumë i bukur. Ska të dytë. Dhe ti e shijoje gjithë këtë gjën sepse gjithmonë shef skenën Romeo për shembull bënte shumë me qesh. Ishte a ndërpreshit o vlla, ndonjëherë ndërpreshit quhet nga të qeshmet. Pyetjet e mia gjeta me po. Është ndërpre, qeshnim, rrinim, u kthenim dhe herë, hajde na u rikthete prap për çfarë se të kap një herë budalliku dhe 5 minuta ti s'dubloj dot për shembull. Bëj i pushim, u fusi prap.
O, zotë madh. Më kujtohet dhe i tjetër. E ma men stina e gjuetis. E mani men atë qenin kështu si hot dog. Ai gjati si tren. Zoti Uini. Zeti Vini. Po, Zoti Uini kishte edhe këtë këngën që këndon në një moment, pra ishte i dëshpëruar, sepse thote ky mëndafshi im, këto qimet e mia të mëndafshta, do kthehen në iriq, se do kthehen në ujk. Ka ishte filmi fundit. Ishte shumë i bukur, ishte karakter shumë i bukur, si kishte një aksent gjerman brenda që jam mundu t'ja mbaj pak, se ndonjëherë ka të vështirësinë e vet kjo që mos ta bësh bajat në. Po ishte karakter shumë i bukur. Shumë, me vërtet shumë i bukur. Edhe si film ka qenë shumë i bukur. Mbahet nga filmat më ikonë që kanë prodhuar këto gjenerata. Te filmi i parë, ky Winnie ka qenë kështu. Sa të karakter më dytësor, po stole the show, se e braktis ajo tipja dhe ky e zonja vet, po. Zoti Winnie. Edhe ky që është në kërkim të kësaj gjithkohës dhe ky futet gjithkohës pa dashje te bagi me këtë tjetrën. Po, të bukur. Që shkon atje pastaj ku janë to kafshët e cirkut. Ore me të pyet kot tash se më kujtove bagin te One Piece. A ke dublu në karakter? A ke dublu? Se kujtoj tash. Se kujton, ë? Një sekond. Një sekondë drejt. As mos më kujtohet, mbaj mend në fillim. Me të thënë drejtën nuk e mbaj mend emrin e karakterit. Do me boka sape me bërtiti. Por e mbaj mend që kam pas një nga këto kryesorët. Djemt që dilnin shumë. Pra ishte One Piece ka qenë goma, duket? Po, Raberi. Raber, po. Dhe ishte njëri, po nuk e mbaj, se ka qenë një me flokë Ka qenë me flokë shile, ha? Më duket se po. Që ka pas emër? Çka ka pas emër? Ju po lozni, domethënë ku se më në vërtet. Ja. Zorro, më fal. Zorro. Tash ju kujtova. Domethënë nga gjitha ajo anime, sot po flasim, aty janë bërë 1200 kusur episode që vazhdon edhe nuk ka përfunduar, nuk i di, do na mori gjithë dhe si e kanë. Po do na përcjellin, kështu e ka nis autori, për zotin. Ai tani është një ndër karakteret më të dashur në gjithë botën, nuk po flasim në Shqipëri, është tamam, ai e volli atë spotin e. Po më këto luftrat që u bën në lindjen e mesme, kishte flamurin e piratëve të këtij, domethënë të këtij seriali ku don media. Po e bën këtu? Po jo, këtu ishte te këto politikanët tanë, e kishin nxjerr këtu kot protestë. Se me të thënë drejtën dhe e di që e kanë bërë për një periudhë të shkurtër, nuk e di pse nuk e vazhdova, se mbaj mend, por nuk e mbaj mend mirë. Do më kujtohet shumë të One Piece. Ke parasysh te Daniel Radcliffe që ka emrin, që ka bërë Harry Potter. Shkon ati të bëjë role tjera, se e njofin rëbë gjithë si Harry Potter. Ike drejqeni, do me më fut kunjën t'i kështu të që, ha? Ja, si loj kunjë, për Ike drejqeni. Rejver dhe që mës në përzim me këtë sporte. Dhe, qalë e zhanëri, të që kalem që këtë ty vedla, se dublimet okej. Do rrim të Goku në pjesë të tretë të knoqemi me muhabet sa. Rrini këtu, se s'keni pa gjë akoma, rrini këtu. Ata kaj shumë nuk rrinë në mesh, sa do rrinë të ky episod. Kaj që po të them Arline, prifti t'i gjoj meshë, nuk do rrinë kaj shumë. Po, bese ka dhe muslimon. Na falë. Po presi baromin. Na lera. Zhanrat e të filmave preferuar, vlla, ke qef ose ke shijo më shumë? Film artistik, tani më s'ka rëndësi. Aktor kryesor më zakonisht? Po jo, ma. Dramën e kam qef si film, si zhanre shumë. Aty e kam edhe qefin vetë, do më thënë po të bëj një film me qef, se ty mund të të rasisi të bësh edhe një film që, okej, nuk është ajo gjëja që ti do të bësh, por do e bësh, se është profesion, po drama më pëlqen shumë, shumë. Do më thënë si tek të themi filmat hollywoodian, që ato janë që ne më shumë na ushqehen, por ka shumë filma tjerë që janë jo ma aq pompozitet, po që janë shumë bukur. Është vërtet. Dhe te drama e kam atë qefin tim. Edhe po punoj një gjë të vogël që inshallah në shtatorit të nxirret me kismet. Por jemi akoma në skenar. Ti je më shumë tek filmi apo tek teatri? Ja, te filmi. Je te filmi. Filmin e du. Filmin dhe dublimet. Okej. Ashtu gjithë ju që doni të shikoni Gokun, gjithë ju që doni ta shikoni,
gjutë se ku ta gjeni. Domethënë Goku vjen tetor prap, kështu worldwide, po jo në Shqipëri tamam, por shumë shpejt inshallah edhe në Shqipëri. Inshallah bëhet kjo, se njerë është një projekt, pastaj duhet konkuru, pastaj i bi që tjetë më vonë. E se je Goku t'i japim. Këto që do më shohin Goku. Është një episod që po xhironim njerë në Lals. Okej. Dhe donim të fusnim një kamerë në tokë. Okej. Një kamerë, që të xhironim ishte një rakus nga poshtë. Edhe bosh vendi, s'kishte. E shoca çunët vegjël. E thash ti marr ato që ti veja një kapak kamerës, që mos t'i bite rëra. Dhe thras këto 9-10 vjeç. Çunat vegjël po jozë. E çuna hajde pak i thash, shko ma merr një kapak disku te shtëpia, se më duhet dhe më po i shpjegoja këtë, ku ai thotë, prit. Hy me rob shtëpie Goku je ti. Fol. Edhe tha fol. Shkuar i thash merr këtë. Jo më tha pa mbo atë ka me hame, tha nuk shkoj se ishte. Çfarë flur ti zëvën. Dhe nuk shkoj, i bëra ka me hame dhe shkoj më solli disa çiti natë që dhe. Mirë. E shfut biznesit ai djalë, jam i sigurt për këtë. Ai ka hongër dajak shtëpisë ka lënë kapak pa morës për gjuhë Goku. Do ja çoj Goku. Ti thon plaka pas ka ik çuni. Po. Goku me mam. Tani, kush e përveç Gokut, që ti flasim tek pjesën e tretë ta lën kështu clean, përveç Gokut ka karaktere të tjera që na e kanë kërkuar. Po që ke bë dhe Olin për shembull. Oli dhe Benzi. Dole fiks. Dashuria e përjetshme e gjithë çunave. Patjetër. Jo, Edhe për futbollin. Mos shkoj me një aty dy. Jo. Haj. Po. Dhe Oli më ka rastis me një periudhë që ka qenë paralel me një film tjetër, që ishte po serial. Më duket se Detektiv Conan. Në zorri këtë pa dashje. Por i bukur, ne jemi rrit me Oli e Benjin, i shifnim unë, se jam... Edhe ne. Edhe ju. Po e kemi qef... Ka të gjena dhe teme. Edhe unë po rikë shumë drejtë, se po dola këtej. Ri e mirë. Po shumë i bukur dhe Oli e Benji. Sikur fletë Oli tash. Për zotin. Jo, unë nuk di ku ta ndaj. Nuk e di të më thorë, po jo se janë këto, kështë e ke përshirë kur thotë Oli, paf, e qënë trunën. O tha, si është ndjesia për shembull të një karakter që ti e ke pa, një film vizatimor, vetë si fëmijë apo qoftë dhe si adoleshent, që e ke pas pëlqy, ti të bësh zërin tani të ati karakteri. Që jam rrit që e kam pas jashtëzakonisht qef, ka qenë Lupeni. Paralel me Lupenin, kur e shifja fëmijë, fillote në orën 1 më duket, në orën 7 ishte Baywatch. Ishte Baywatch. Dhe mas i shifnim Lupeni, shifnim Baywatch. Lupeni nuk e mbaj mend çfarë periudhe, po më duket se ka filluar më përpara, shumë më përpara. Po. Dhe e ka bërë shumë bukur me të thënë drejtën Nerliçe. Bashkë me Gens Fugën, që ka bërë Xaxan. Si Macja me Miu. Zenigatën. Gjithkohës. Jo, më duket se Zenigatën, po. Zenigatën. Se këto i ka bërë së më vjet tani. Si regji? Jo regjin. Gjigen, po. Dhe Gemon. Dhe Gemon, po. Por shumë i bukur. Lupeni ka qenë, edhe ishin ca, se ne nuk është se kemi në fëmijërinë time, nuk është se... Më falë, duket Andi e ka bërë Gemonin. Jo, e ka bërë... Gjigen, nuk e di se e kemi diskutuar dhe të episode me Andi. Ka bëmra, po. E ka bërë, jo, Lupeni, me sa di unë, është dublu një herë që u dublu i gjithi, dhe nuk u kthy më. Dhe ka qenë Vasjan Lami, që bënte këtë Gjigen, dhe më duket se ka qenë, Indrit Çobani që bënte... Indriti ka pas bërë Gemonin dhe Neritan Liça që bënte Lupenin. Nuk e di kush ka bërë Fujikon. Se kujtoj sa mbaj mendun ka qenë mos gabohem, ka qenë Desantila. Desantila Krista. Po, më duket se po. Por nuk jam i sigurt. Nuk jam i sigurt. Domethënë këtë nuk ta... Si në përmjeku dhe unë, po që... Po, më duket se ajo ka qenë. Atë për shumë e kam pas që jam rritë. Unë Lupenin
mbarote shkolla dhe vrapoja që të kapja, se ka qenë Lupeni, ka qenë inspektore Gadget dhe pastaj fillon të Dragon Balli. Se i shihnin të Italia 1 të... Derisa dolën të kodrat pasaj. Kur kapte antena, kush kapte? Le, vllai, se këllësiste Dajaku ke shtëpia, kush kapte pultin i pari. Ai Lupeni i kishte të gjitha brenda. Po si të ka rasti për shkakun ta dublosh herë vetë Lupeni? Po u bë dhe më duket se është bërë para se të... Ty janë dublime. Që se u bë sikur... E ka bërë Neritani për dublim është fantastik. Jo, patjetër. Se po flasim për dublim, për post si aktor. Patjetër. Po nuk e mbaj mend, po me sa unë kujtohem Lupeni është bërë më përpara. Më përpara si dhe ka pas daj shumë volume. Se ishin bërë gjithë studiot e Ka qenë seriali frikshëm. Atë kam pas shumë. Ja kujtoj edhe diçka tjetër. Hajër. Se që është një me X, me Samurai. Samurai X, Kenshin Himura, një me flok portokalli ka qenë. Ajo është serial shumë i vjetër. Shumë i vjetër. Më vjen pak. Më duket se unë kam qenë ky Kenshi. Po. Ja do ta gjej këtu. Shumë pak më kujtohet. Ka qenë ky karakteri. Ky flok portokalli me një X të faqa. Gjithmonë ëndra ime ka qenë që të kem flok portokalli. Ndroj plakën. Po Zenki për shumë. Sa më e thoja të Zenki? Zenki është prapë me flok kuqe. Jo. Pas portokalli se ëndra ishte t'i bëja të kuqe. Të kuqe i kishte Zenki? Zenki po. Po ti s'ke bë Zenkin? Ti ke bë. A pra nuk prandaj si bëra kur kuqe. Po nuk ke... Ke pas bë Gokin aty ti. Mos gaboj. Po, Goki ka qenë ky blu, demoni blu. Po. Ngjit shok me Zenkin. Edhe kjo është shumë e vjetër vëlla. Kështu te kamera. Jepi te kamera se s'është problem. Me të thënë drejtën nuk më kujtohet. Kjo është shumë e vjetër. Kjo është për mos me thënë më e vjetër se Dragon Balli më duket. Jo. Po ka dalë një Zenki, si anime po thua po? Si anime po, me sa diun ka bërë Rokun, jo Goku, ka bërë tjetrin se na ngatrove na bën e lopsh, faleminderit ka sa. Rokun? Ma korrigjoj këtë sa herë dali. Na falni, kë ka po? Këtë tjetrin. Ka mor bir. Dora sa e gjem. Nëse sa ta gjesh ti vazhdoj këtë jon që se ti ta ndërprer na foto dublime dhe po bësh muhabet për qeftu. Edhe për qef dhe për dublime edhe të gjitha vëlla. A të keqe. Unë do të pyesja ça karakteri, për shembull nga që ti the që është shef anime, se desha me ta bëj pjesën e parë këtë pyetjen. Ça karakteri ke qef vëlla ta dublosh, ka ngel ndoshta në Peng vëlla. Peng thashë the. Do të thonë që se ke dublu. Përveç Lupenit që e mora veç që e kishe qef, po ose në një nga këta të rinj që mund të ketë dalë, nëse i ke pa. Nuk i kam parë këto të rinj, ose në dublime për shembull kur shihnim filma, me të thënë drejtën nuk është se më vjen një personazh që më ka ngel të themi Peng. Po kur shef në një film, kur shef në një rol, po flasim për këto të dublumit. Shef në një personazh që thu po, ky pas ka qenë personazh shumë i bukur, për të bë, sepse ne nuk e kishim fatin që t'i shihnim të gjithë filmat çfarë bëshin, se ishte shumë prodhim. Dhe okej, ti mund t'ishe pjesë, këtej po dubloje Gokun, për shumë futeshe këtu, kishe detektivin Conan, fjerabe. Por këtu mund t'ishte duke u dhënë kjo, që ka qenë kjo, që kam bëj personazh shumë bukur. Pinguin, duket ka qenë, tek Happy Feet. Oho! Ai që bëja... Ramoni! Më duket se mos... Ka qenë me theksu spanjoll, si meksikan. Po, dhe mos gabohem atë e kishte dubluar, mos gabohem Robin Williams. Ua, sa i bukur ishte, më. Ramoni ka qenë fantastik. Fliste kështu dhe kur fliste u përdrit. Po shumë i bukur. Ramoni ka qenë fantastik. Ai ka qenë lezeti atij filmit të serial. Mos gabohem ka qenë ky. Jo, di. Me thekë spanjoll tjetër që më ka shiju kur e kam bërë dhe kishte edhe një impostim, ka qenë tek si e ka kjo që është ky me minioncat. El Chapo, jo, prit. Ai i keq. E pra të kjo kishte thënë spanjoll, ishte ky i keq, me barbë që ishte maskusi Rey Mysterio. Shumë personazh i bukur. El Macho. I forti. Faleminderit Kasapo që na asiston. Dhe
ka pas dhe kishte një ngjyrje kështu. Po i kishte ja fuça në një frazë latinisht. A kujtohet në skenë kështu në fjalinë, në gjë e vogël e bukur që ka qenë kështu tipike që përsëritet pa gjithkohë, se ka pas. Në të drejtën, domethënë po ta shoh, e di dhe por kishte një përshëndetje që ne ishte e përkthyer të themi përshëndetje. Dhe e mbaj mend që unë ja bëja në latinisht, në gjuhën e latin, duket spanjoll, diçka e tillë. Dhe ja bëj, hola, se kishte kështu zërin si, po nuk më vjen në një fraze. Ka problem. Kemi pjesën e tretë të fundit vllai që pjesën e tretë do ma përdorësh për këto el machot mu se. Kemi machot. Çdo të keqet. Majmen po nga ka qenë një personazh shumë karagjos. Tek ka qenë një serial që ishte ky Scooby-Doo, duket. Aty ke bërë shumë role të ndryshme. Kam bërë, po ishte njëri që fliste kështu, që e bëra një periudhë. Shagin. Jo Shagin, ishte dhe një që vishej si i çrregull. Dhe mbaj mend që kemi qesh me atë batutën se thotë si ja mbaj mend zërin si ja kam dublu, po mesa më kujtohet, thotë unë brekët i vesh 4 herë. I vesh një herë para, i vesh mbrapa, i kthej mbrapsht, i vesh para, i vesh mbrapa. Ky karakteri ishte vetëm me gjëra të tilla. Sa herë futej që këta ishin në një vështirësi, ky fuste dhe jepte një zgjidhje të tillë. Pa lidhje fare me dhe ky personazhi po, ky më bëte me qesh. Gjithmonë sa herë, shifë më çfarë thot. Ka budallasa pas ka qenë Shagin. E di kush ka qenë dhe një tjetër ka qenë një me kështu, harrova emrin ka sapo tutet ndërkohë që un po e shpjegoj pa pak emrin. Ta asistoj domun. Që zbulon një shpellar këto që i ngjante një shoku të këtyre. Oho, Archie njeriu shpellave. Është e vjetër shumë kjo. Ja, asistoti gjeje pak. Edhe ky ka qenë super dublim. Gjen binjakun e vet para historik. Ky tashin kohët moderne, shkrin njakun najta pa dashje, gjen binjakun e vet historik identik. Archie dhe njeriu egër e ka. E më po diun. Prej tani, hapet e imagesën. Ky është Archie. Po, këtë e majme. Edhe ky është kushëria. Ky është Çazhaj, atë krima. Kushëria nga katuni. I vjetë shtëpia, më vjen, imazhi më vjen. Ka qenë fantastike dhe kjo, shumë karagjoze. Ky kushëria ka qenë vetëm gjithkohës. Po kur bin dashni, pastaj kushërinë. Filloi lezetoj. Më kujtohet. E nxjerrë kushërinë nga bloku. Kur e gjejmë këtë për herë të parë, se kanë qenë shumë i vogël kur është shumë i vogël. Mund të kemi qenë 12-13, se ka vite si gjë. E dëgjoja atë, po ku i thot Goku këto? Po si isha para televizorit, apo kuptohet? Kur e shikoj atë, se nuk e di, domethënë ishte ajo ideja që ti se di që është një rob që i bën këto mbrapa, po mund bëj edhe zëra të tjerë. Çka kanë bë? Vinte i not pastaj çdo këtë bëj Goku, të bëj këtë rolin e tij këtu. Se rritëm por imagjino do të tregoj një histori të vërtetë se mase ti nuk e di këtë, ose unë jam rritë fshat për vete. Edhe të gjithë lagja ime mund kemi qenë ja 20 kalamoj, që unë ju që po më shihni tash. Ja dola. Edhe i ka ra vetëm një, po flas 2006 mos ka bëj gjë e tillë, sa fillon këto lori kafe që të bite digital vazhdo. Po është histori e vërtetë. Gjithë të ble. Po jo, po i ra kështu mirë që me zina e dhani herë se nuk ta jepshin këto pronarët e lokaleve që janë këto marketeve. Edhe aty ka qenë ai approach i parë me Dragon Ballin shqip. Kanë qenë seritë para të Z, sa vinte Radisi dhe ishte Goku kështu dhe gjë shqip. Nga italishtja, kupton? Dita parë, dita dytë mësuam orarin se di as kur jepshin për ditë, kupton? Po themi shkoshim njonit i bishim qafë mamit atij. 20 kalamoj, fillon të linte buka ajo për të hongër gjithë. Gjithë aty ke televizori s'kishte asnjë lloj zhurmë. Ajo thoshte shqyr që janë se do e kthesh në shtëpi për mys. Po, ishte një mënyrë shumë me i ul kalamaj. Por zoti me stil. Në tokë për gjithë po them. S'kishte grip na kapten edhe kishim imuniteti flak. Çe thua vëlla ti ngrej dorën ti thonë ne gjikoku. Të rrej asillaf, kjo është histori super e vërtetë dhe kjo mund të ketë vazhduar për disa vite. Ket paktën dhe 19 veta që mund dëshmojnë për ty gjyq. Po, kemi komente të gjithë. Mos i zeti ste një kemi qenë kupton. Ashtu se të hongër një kanare. Po diku është e bukur pastaj. Fillon ti ragët digital me sholla undami që ku përçam. Po mirë, ashtu fillon e ke botë Baymax atë se tash u kujtova unë te ky roboti, këtë që thënë punë brekëve,
Ka qenë një Karajgjos, po s'ka qenë dhe Scooby-Doo, ka qenë dhe kjo Baymaxi, ky njeriu i barë. Big Heroes 6. Ja do ta gjej unë. Po ishte një personazh fantastik. Është ai që bën atë bump fisting kështu dhe bën pastaj la se s'dinte të bënte njëri tamam. Është kjo. Te ky seriali. Prit, po, më duket se po. Te ky serial, te ky filmi. Film, po. Është bërë seriali. Prit të gjej këtë tipin, po më duket se ky. Po më ka qenë Karajgjos që vishte kështu me një kostum si doli, ky këtu është. Ai jeshili. Ky këtu. Po pra. Ky thot, ja. Ky ishte Karajgjos më burr. Si shafi fytyrën është. Karajgjos më totalisht. Shumë i bukur. Ai ka qenë shumë i bukur. Fantastike, se tash Kasapo faleminderit që na asiston. Kasapi. Ishte të kemi për zotin, se ne po vdesim. Fred e ka emrin. Po pra Fredi. Fredi Shagi aty shkon. E ma aty afër isha 12 vite të gabon. Mirë tash, te detektivi Conan ti ke bë episode pa fund që ta mbyllim me detektivin Conan. Po, unë do të bëj dhe një pyetje, pastaj edhe mbyllë. Pastaj, ta bëj çik të rënd. Jepi. Atë ka shiju detektivi Conan sa Goku për shembull si karakter? Jo. Faleminderit. Goku që është shumë i bukur. Domethënë Goku kishte volum, edhe detektivi Conan ka pas shumë volum si po detektivi Conan, domethënë, ky bënte gjithë zgjidhjen e gjës që më duket se që i bënte atij. Po i bënte gjilpon polici që ai dhe fliste në. Por ishte tek fëmijët, ishte impostimi që nuk e kishte këtë Gokun ti nuk e merrshe vesh në asnjë moment kur çfarë ndodhte kur u kthete në realitet, sepse kishte një naivitet të pastër dhe nga që nuk kuptonte të themi mashtrimin ose ironinë ose dhe këpusti i batut lirshëm pa lidhje dhe të bënte me qesh, po Goku që personazh shumë i bukur. Goku edhe po e pe si personazh një mirësi brenda, një drejtësi, një lufta ndaj dhe e bukura që nuk luftote me urrëtie. Goku u jepte mundësinë tjerëve të bëjë dhe më i mirë. Ishte shumë personazh i gjerë përpos si film që ishte shumë i bukur. Të mbante në Po, është. Detektivi Conan nuk po them që nuk është që më kalon një shije për shembull që them që e dublonim i bukur. Po, ka qenë një ndër do të filmat e radhës. Rrim të Goku. Atë Goku. Bëj pyetjen lutem. Tashi. Se me zi po pres unë vija pjesa fundit. Marrëdhënia jote me çunën vëlla. Më kupton? Këtu do ta shoh. Fakti që ka Goku në shtëpi. Goku dhe këtu 3 milion gjys karaktere të tjera. Riani është i shikon shumë këto filmat vizatimor, por nuk i do fare filmat e dubluar në shqip. E vërtet. I kam vënë disa herë, për shembull kur del, jo se ja kam vënë që shihen çik. Po kur del te Digitalbi, se po i bëjmë me këtë rast të reklamave. Ku del në një nga këto platformat. Platformat digjitale të digital. I them shive bushi se ka bë babi, këtë është e bukur, i shijon, por nuk e ka atë shoh që për shembull fëmijët e vegjël më përpara e donin shumë dublimin në shqip. Ndërsa tani i shohin në Netflix, shohin i duan anglisht. Vetëm këngët sa të shijojnë. E pëlqen, apo pyet në njerëz si e ke bë këtë, i them bushi ku ishte më i vogël, që të shiko se futesh në studio, ke mikrofonin këtu dhe ti del dhe shiko pamjen, të lexo dhe tekstin. Si gjitha për herë ku ishte më i vogël. Po i them se ti ti lexon vetëm pjesën tënde, po e dëgjon atë tjetrin. I pëlqen kjo, e kam marrë në dublim, Riani ka dubluar disa herë. Vërtet? Po. Dhe e ka veshjen e dublimit, por nuk është kjo, e shoh që ky brezi i fëmijëve të vegjël e duan më shumë në anglisht. Po ka edhe facilitete mendoj unë, sepse ti për shembull do presësh ditë për ditë orën 4 ta shikosh dublumin, kurse kshu ai futet. Jo, mos e sot i kemi platforma shumë kollaje, por e shef vet kur dush. Atë po të them ti futesh aty dhe e shikon e merr rresht atë. Kupton? Fillish ty mban kalon. Plus që patjetër. Është dhe kjo mania që ti fillon edhe të shihoni çik anglisht se stërvit edhe veshin, e kupton? S'ka të bëj dha, fëmijët e sotëm e dinë gjithë me anglisht. Mos u lodh fare, s'ka nevojë se shohin.
Që sa i vjen telefonin dorë, gjonat e para që mësojnë janë anglisht, vlla. Po, sot vitet sot. Nuk atë pjesë mos u lot që të stërvisin veshë, se gja e din, po shoj 7 vjeç janë cënjish. Kërë dhe për në nëzjarë sekundin. Atë keqen. Pas të më bojnë negativ. A mendon se më shumë kjo ka ndodhur për shkak të prishjes së strukturave të dublimit, domethënë që nuk janë mos i dikur, apo thjesht ka marrë gjenerata re këto rrjedhën e vet. Se domethënë bën çudi ne herë gjojmë. Te dublimi edhe mund tani këto kohët e fundit nuk më ka rasis me pa, por shoh që nuk është më si dikur. Edhe në rëndësinë që i vënë, edhe ndoshta edhe nga kërkesa që ka, nuk është më kërkesa e dikurshme. Ne kur dublonim që ishte vetëm digitalbi. Pra ti nuk është se kishe mundësi platforme Netflix apo edhe YouTube-i pak ka qenë. Pra ti nuk shumë vonë se interneti ishte me hap një gjë të bote kërkë. Jo më me pa filma në YouTube, gjë që edhe këto filma që ne dublonin. Po. Pra nuk e kanë më atë urin për të parë filma të ne ato shihnim. Domethënë kur unë përmenda Lupenin, atë kisha për të parë në orën 1:30 ishte Lupeni dhe shihnim Lupenin. Këta kishin digitalbin. Dhe digitalbin e kishin edhe këta me orare, sepse edhe puna e fashës që je kalaman, nuk do i shohësh gjithë ditën, dhe piketoje filmat, por kishte shumë kërkesë, kishin uri për të parë filma. Edhe u dublun mirë, u dublun shumë mirë, ishte punë procesi dinjitoze, secili kishte punën e vetë, regjia, tekniku, përshtatja, aktori, shifë film, ku ishin filma të vështirë i shikonim para se ti dublonim. Kurse tani nuk e kanë më atë për dublimin. Mos është edhe kjo pjesa që nuk ka më aq fëmijë sa ka pas atëherë. S'ka lidhje. Po jo më nuk ka, literalisht nuk ka. Shiko, kam një përshtypje që jashtë i shohin më shumë. Shiko, unë t'ja tregoj historitë vërtet tash. Unë kam të afërm fëmijë që janë jashtë, edhe na thonë ne, faleminderit që na kujtuat që këto platformat vazhdojnë i japim që ne t'i çojmë fëmijët t'i shohin prapë, sepse rrin të karikum të shqipja. Jo më larg se episodi i kaluam, kishim një të ftuar që ishte rrit në Greqi edhe tha unë mësova shqipen, tha duke rrit me zërin tënd. Për zotin. Po është shumë e vërtetë kjo. Kur ta shohim episodi i kaluam, kur ta shohim tash ai do jetë Kjo është një ndër që e mbajnë që t'ja se jo gjithë familjet e kanë atë pa dashme patjetër. Zgjedhjet e veta, po jo të gjitha kanë atë kulturën e mirëfillt që ta mbajnë gjuhën e vet në shtëpi. Patjetër. Fillojnë dhe flasin dhe ai vogli nuk është se po foli anglisht shkollë, themi nëse janë andej. Anglisht dhe në shtëpi dhe shoh edhe u iku. Dhe kjo është një formë që ua rikëthen, se shohin Shqip, kanë akoma më shumë qefta, kanë më pasion të shohin gjëra Shqip, se u duket wow. Ka kështu. Shiko, dublimet tona realisht, të them, pa pik modestia, dublimet tona kanë qenë nivel italiani. Por janë shumë lartë, pa si nivel totalisht italiani, të fillu që nga përkthimi, shqipërimi, kënga që bëj Shqip, ka pas kompozitor, më duket, apo e bëshin në... Ka pas kompozitor, domethënë një periudhë punu që kishte kompozitor në fillimet e veta, pastaj këto pjesët e këngëve në për filma, ti kishe pjesën orkestrale brenda filmit. Po, brenda tragut. Pra nuk kishe nevojë për një kompozitor, sepse kishe komplet bazën. Po. Dhe ti këndoje mbi. Ka qenë fantastike. Ishin serioz, ishte një produkt shumë serioz. Ka ndodhur që ta shikosh Spirit e ka Po ato sa do thoja, të betohem. Ajo, domethënë kënga që ka bërë Sidrit Bejleri aty me përshtatjen e filmit. Ka qenë John Lennon duket e ka bërë. Jo, Bryan Adams. Bryan Adams, po. Se më duket ka ardhe, a ka ardhë këtu, a se dikush ma tha, nuk e mbaj mend, se ka qenë të një, ka qenë këtu Bryan Adams, ka qenë në Shqipëri. Mos gabofsha, po di që dhe ka këndu këtë këngën. Dhe ka është një lloj, domethënë ritmi çdo gjë fantastik. Është një lloj e përshtatur dhe e zbukuruar në Shqip. Po, është
i operës dhe të baletit o vllai, është si mos ta këndoj ai. E fantastike. Pra, ky lloj serioziteti ju jepte. Pra, merre një këngëtar që të bënte Eksakt, punën e vet vëlla profesionale. Dhe pastaj që të ishte edhe i përshtatshëm për që të kishte një lloj ngjashmërie me personazhin që e ka bërë që mos të kishte ndryshim nga kënga tek personazhi që dublonte shumë. Ka qenë serioze, ishte vërtet e bukur. Kolosale. Kolosale. Edhe jo vetëm ai, po flas të gjithë periudhave atëherë, të gjitha këngët që janë përkthyer. Ti e ke mos gaboj Katapinonku më duket diçka të tillë? Ka. Po, që këndojnë ato pra. Shqip. Po. Që duke mund tyre gamore? Lënë s'kaja, mos dek shkurë, të që ke mo. Po, sepse, për shembull te këto që janë bërë tek te Looney Tunesat, është kërkuar nga andej që të çoheshin zërat që do dublonin. Po, Looney Tunesat të po e ka thonë Lenz atëherë më. Dhe duhet i aprovonin ata që të qa punë pra, ka lezet. Pra është punë burë që ta di ai shoku që e ka shpik këtë gjën që ti po e bën saktë dhe kjo që ti po e servir popullit atë, se kjo është edukat, po në nivel tjetër mendoj, sepse ti po rrit gjenerata. Domethënë ti e para punës ti do ulesh me fëmijët atë që ta shikosh atë. E kupton? Literalisht ti po edukon fëmijën se si është shqipja letrare, po në të njëjtën kohë edhe si ka dialekte të ndryshme, batuta të ndryshme. Patjetër. Pyet fëmijë, çfarë është gamor për shembull, si e ka thënë Lenci, e kupton? Ti thon pastaj shiko te babi se gamor është e thon Tirancit, po gjua e ka gomar. Mirë del nesër të çunit atë gamor. Te shakave, e kupton? Po e ka ti gamori tem. Unë them ta mbyllim këtë pjesën e dytë se u zgjatëm shumë. Paqist. Ej, a ke hongën e hallza po me shumë shiqer. Vetëm për paramullik. Çuçi. Kthehena ke pjesa e tretë të kulminante. Zi po pres. Ashtu. To be continued. Tu mos i disni gjithë në paqe. Te kjo pjesa e tretë. Hajde se flas. Shihemi pastaj.